Një mesazh që kështu jap gjithë mërgimtarëve që janë jashtë, që të mendojnë se zakonisht me mërgimtarët kur bisedojnë është kjo pjesa, kjo dëshira për më rikthy prapë në vendin e tyre. Edhe pse eksperiencë është shkurt kjo që jeni rikthy, po a ja vlen, a do të më marrë si rrezik edhe përkundër që kanë fëmijë jashtë. Po nuk mujna mi dhon na kërkujna si këshill ose si, domethënë është kjo një zgjedhje që të vje shpirtënore. Besoj që çdo mërgimtar ka qef më kthy, ama kushtet nuk ja vlejojnë ose ka tjera arsye, po nuk ka keq me provu, mujnë me provu, edhe e shuajnë ata vetë, a është ma mirë këtu atje, po shpresoj që ka njerëz që dëshirojnë më kthy si na, i shkon mirë. Tina? Edhe ne nuk muj me thonë se secili ka arsyet e veta, secili ka ato pengesat, ama ju kisha thonë që me provu ja vlen. Na nuk e kena provu, na jena këthi direkt, po veç që kena orë shpesh na në Kosovë, edhe sa heri na këthi me ndjenjen që pse na nuk rrina këto, edhe kena po që edhe fëmija shumë janë mërzit, kanë të nudhen, kanë kajt, nuk janë bërë rahat, edhe atje ju ka vyt një kohë mu adaptu tani, edhe kjo është, do më thonë me provu ja vlen. Unë ju falenderoj shumë që sonte na keni hap dyert të shtëpisë. Faleminderit. Ju uroj sa më shumë sukses. Faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe shpresoj që kam dalë ku jera vetë tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë.